Klaudian Mema, 22 vjeç nga Kuksi, prej 2 vitesh e ndan jetën mes Budapestit dhe vendlindjes së tij. Edhe pse në Hungari punon në një furrë buke për të siguruar të ardhurat, pasioni dhe rruga që ka zgjedhur për të ardhmen është boksi profesionist. 2024. Keni shku vet apo me familjen? Jo, vet. Pse? Arsyeja pse shkove? Po, për një jetë më të mirë. Po? Për një jetë më të mirë. A me çfarë merresh tash në Budapest? Po i puna, shkolla? Punë dhe stërvitje. Stërvitje në boks, në do një ekip aty, a? Po, atje në Hungarisë. Iriu Kuksian është pjesë e klubit të boksit të Kuksit, një klub me 25 vite traditë ku prej 2 vitesh stërvitet dhe zhvillon karrierën e tij sportive. Për Klaudianin, boksi mbetet qëllimi kryesor dhe profesioni që synon ta çojë përpara karrierën e tij sportive. Vini shpesh edhe në Kukës. Pse? Po, ka dhe si që është vend dja Saravat. Edhe kur me këtu në stërvitem. Edhe Rini me periudha kohore Kukës apo si është qëndrimi? Sa dita sa? 1 muaj, 2 muaj maksimumi. Pse e zgjodh këtë sportin e boksit? Na trego pak fillimet, pse arsyeja? Fillimet duke parë boksierat, duke u praktikuar, edhe fillova era këtu te profesori bashkimi, fillova duke stërvit, edhe kështu pastaj merr si dëshira dhe se lash. Edhe gjatë kohës që qëndron në Budapest, ai nuk e ndërpret për asnjë moment të stërvitjen. Klaudiani stërvitet në një nga klubet e boksit në Hungari, ndërsa sa herë që ka ndeshje të rëndësishme, kombëtare apo ndërkombëtare rikthehet në Kukës për të zhvilluar përgatitjet finale. Ndeshje kam bërë 3 ndeshje, 2 kam fituar, 1 ka qenë barazim. E ma me ndeshjen e parë me kë ku? Në Kosovë. Në Hungari është mbështetja më e madhe. Edhe këtu jo se s'ka mbështetje, po duhet hala më shumë. Ku është synimi ju? Synimi im s'është në Hungari, është në Shqipëri, në Kuks, me ekipin e Kuksit. Me përfaqësoj ekipin e Kuksit. Edhe Shqipëri. Ju jeni në shkollë atje? Jo, vetëm boks edhe punë. Shkollën, vetëm gjimnazin më marrë. Çfarë punë bëni? Furbuka. Jeni furtar, a? Po, furra si punë, boksi si profesion. Cila është më e vështirë? Furra apo boksi? Të dyja kanë vështirësi. Aty ka pak. Aty është orari i keq, zgjohesh herët, kurse edhe boksi është i vështirë, po. Sfida e radhës do të jetë me 5 prill në aktivitetin Grushti i Hekurt, ku në kategorinë 75 kg do të përballet me një boksier nga Kosova, Toni. Për këtë ndeshje, ai po stërvitet intensivisht në ndërtimin e trajnerit të klubit të boksit të Kuksit, Bashkim Gjana, i cili shprehet i bindur se Klaudiani ka të gjitha aftësitë për ta fituar këtë përballje. Edhe një ndeshje interesante është ndeshja e Klaud Memës, do përfaqësoj Kuksin në të Grushti i Hekurt me datën 5, bise. Do marrë pjesë me një boksier të Kosovës. Edhe juroj me këtë rast juroj suksese. Klaudi ka bërë vazhdimisht të ekipi jonë. Ka bërë 2-3 ndeshje i ka bërë me mu në Kosovë, ato 2 ka fitu, 1 ka humbë. Tash për momentin jeton jashtë, edhe aty janë stërvit pjesërisht. Edhe ku vjen edhe në Kukës, vjen edhe stërvitjet të kënë. U është kjo ndeshja për në çfarë vini më atë që Në Tiranë. Në Tiranë. Po. Për kampionat. Është kështu Grushti i Hekurt, ndeshje profesionale. Në peshën 75, a? Të boksit, a? Po, 75 kg. Pavarësisht jetës mes emigracionit dhe stërvitjes, 22 vjeçari mbetet i vendosur që të ndërtojë emrin e tij në boksin profesionist.